Nata e Kadrit është një natë shumë e veçantë për besimtarët musliman. Lutjet dhe falja në këtë ditë përcaktojnë fatin dhe mirësitë e vitit të ardhshëm. Është bërë traditë tashmë që në këtë ditë nuk agjërojnë vetëm praktikuesit e fesë islame, por edhe njerëz të tjerë në të gjitha vendet e botës. Me këtë rast, gazetari ynë Defrim Karaj i mori një shpjegim për rëndësinë e kësaj dite muftiu të Bulqizës Sejdi Strazimiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në këto ditë të fundit të muajit madhnueshëm të Ramazanit dhe në një prej këtyre netëve mendohet të jetë edhe nata e Kadrit. Po çfarë është nata e Kadrit? Kemi një sure në Kur'an që është apostafat për këtë natë, që quhet me këtë emër Surja Kadr. Zoti i gjithësisë thot: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Neve e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Kjo natë është e vlefshme sa 1000 muaj, ose sa jeta e dikujt, një jetë 84 vjet. Pra më një natë mund të fitosh shpërblimin sevapin tek Zoti sa 84 vjet. Kjo natë ndryshe njihet si nata e vlerave. Natë që përcaktohen nga Zoti fati, risku i njeriut për një vit, për vitin që vjen. Është e preferueshme, është e obligueshme për besimtarin që siç e agjeron Ramazanin, ta agjerojë dhe këtë natë dhe ta kërkojë këtë natë me vepra të mira. Kjo natë mendohet nga shumë prej dietarëve të jetë që në natën e 27, pra që i bie ditën e nesme e premtja e fundit e këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit, dhe ato të cilët agjerojnë vetëm një ditë, pra është mirë që ta agjerojnë të premten ose edhe të shtunën, por të premten në darkë mendohet të jetë nata e Kadrit. Në këtë natë preferohet të shtohen punë të mira, të shtohet bamirësia, lëmosha dhe njerëzve në nevojë. Preferohet të lexohet libri i Zotit, Kur'ani famlar, po ashtu të bëhet lutje të veçanta për secilin, pra për veten e tij, duke i kërkuar Zotit për të mirave të tij, sepse në këtë natë tam ndahen dhe caktohen gjërat për një vit që vjen. Shkurtimisht, kjo është vlera e natës së Kadrit. Profeti Muhammed na mëson dhe thotë që kërkonja në netët teke të 10 diqit të fundit, por siç e thash, mendohet që nata e 27 është kjo natë, pra nata e Kadrit. Zoti e bëft të mirë dhe të lehtë për çdo që vendos të respektojë dhe ndjek këtë natë, pra të bëjë vepra të mira, duke i uruar edhe mirëseardhjen e Bajramit, sepse Ramazani po na lën gëzuar dhe për shumë vjet, dhe Zoti qoftë me gjithë ju.